i cila isha në të zgjedhjet 6 Mars në Bashkinë Rogozhin dhe rithemelimi ka dalë forcë tretë në Rogozhin me 600 vota më pak se sa Partia Demokratike zyrtare që ishte në atë kohë ku fitoi Partia Socialiste, pra që nga 6 bashki humbjen e kam shkaktuar vetëm unë në punën time, sepse e kam thënë herë tjetër që jam kafsh terreni politike në terren. Pra, nga 6 bashki ka humbur foltoria, rithemelimi dhe zoti Berisha vetëm Bashkinë të Rogozhinës. Që isha unë që s'ma falin, qëndrimet pro Spaku që kam qenë zëri më i fortë, që ka patë të tjerë, që me gjithë zëre e thonin pari, por unë në mënyrë pa ju kujvok, pasi lloj hezitimi në mbrojtje të Spakut, edhe për shkak të ish profesionit tim 15 vite sistemi drejtësisë, edhe të njohjes nga zoti Domani dhe disa prokurorë tjerë aty, të cilët edhe në strukturën e Partisë Demokratike, në grup elementar që kam qenë pro Spakut në media gjithçka dhe i besoj verbëricës, ndonse përsëri, do më lejoni të jap shkurt, që kam i qendroj prap qendrimit tim që hetimi ndaj zotit Berisha është hetim, çështja ndaj zotit Berisha është hetim politik. Po them, sepse nuk e besoj të hetim që është bërë ndaj zotit Berisha për rastin konkret, në një kohë që qoftë të hetoj për tendra, për koncesione, apo për fonde publike do ishe pro Spakut, prap nuk e heq as i pik deklaratat mia që ka element caktuar dhe segmente brenda Spakut që nuk janë në rezonancë të plot me drejtuesin e Spakut, zoti Domani apo prokurorë tjerë në mënyrë. Por çështën Berisha e ndani nga gjithë institucioni. Apo jo, kjo është e gjitha tani. Dhe sigurisht ka deklaratat të tjera të cilët kanë qenë, sidomos jemi vetëmi deputet i opozitës, i cili kam thënë, nëse Partia Demokratike do duhet maksimizoj votën, a do duhet që të ketë një alternativë të re për të rikthyer në pushtet, është qenja, po këtu të kero njuzi ju, kam thënë të kero Lamhilli, ku kam thënë që do duhet, bides kam patër shumë feedback në edhe të fjalë ndryshme, pozitive apo negative, që kam thënë, do duhet që zoti Berisha të jetë në kryet të opozitës, në kryet Partisë Demokratike, duke pas kryeministër nesër duhet të jetë dikush tjetër. Jo nesër, por kandidatura, jo mbas, kam thënë dasun, kam thënë përpara, kam thënë, edhe jem referuar, për shembull, emrin të zonjës Tabaku. E kuptova. Një zonjë apo një tjetër. Kam thënë që do duhet që të maksimizojmë votën, një figurë përbashkuese për të gjithë opozitën, dhe që të jemi ndryshe nga Edi Rama, ndryshe nga Partia Socialiste, dhe figura kandidaturë do të jetë një kandidaturë për kryeministër që të pa përfolje shumë gjëra tjera, janë një sër. Këto janë 3 elemente apo jo? Po, 3 elementet kryesorë flasim, dhe ajo që unë kam që e di fort mirë zoti Berisha dhe unë që jam shpirt i lirë. Dhe këtë kanë demonstruar me. Dhe nuk e di vetëm zoti Berisha këtë, e dim gjithë ne që të njohim. Do mjafton të them vetëm 3 momente. Një, rasti i zgjedhjes së presidentit që kam qenë dobimi më i fortë që nuk pranoi në moralin tim politik të ishte Fatos Nano në 2007 kandidaturë për zgjedhjes presidentit, po që zotë Tobin. 2, me 21 prill vitit 2008 që unë kam votuar kundër ndryshimeve kushtetuese të 21 prillit dhe kodit zgjedhor dhe së fundi jam i vetmi deputet i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në korrik të 2024 që kam votuar kundër kodit zgjedhor për lista të hapura dhe jo të emëruar dole fiks aty ku duhet. Tani me njëherë mbas gjithë asaj që ne e pamë, me deklaratat zotit Berisha, me deklaratat tuaja, përsa i përket garës së 11 majit, thatë gjithashtu në media, pas interesit gazetarëve, se kene marrë një ftesë nga zoti Lapaj edhe zoti Shabani, për që pjesë e Shqipëria bëhet dhe nisma. U duk sigur nga Partia Demokratike do të shkoje tek një lëvizje e re, tek një parti e re, por me njëherë patët një tjetër reagim dhe thatë, unë nuk mund të jem atje sepse nuk kam garanci për listën e mbyllur. Tani për ta qartësuar të gjitha audiencët që po na ndjek, për arsye të dakordësisë kodit zgjedhor midis PS-së dhe PD-s, partitë e reja kanë zgjedhur një formulë apo jo, të re. Kanë thënë, do fusim te kjo lista e mbyllur Hallën, Tezën, Xhajën, Babajin, që të kemi mundësi dhe të kemi garanci që ato të largohen dhe gara rrjedhimisht jetë e hapur. Tani, çfarë pat që nuk shkoi? Të lutem në mënyrë të përmbledhur sepse kam disa